Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjafton të hani këtë frut dhe mëlçia juaj do të bëhet 20 vite më e re. Ky organ i rëndësishëm luan një rol të rëndësishëm për të gjitha proceset metabolike të trupit tonë. Kur metabolizmi përmban yndyrra, i thyen ato dhe prodhon më shumë energji. Mëlçia ka aftësinë që të rigjenerohet vetë. Nëse nuk kujdeseni për mëlçin, mund të sëmureni seriozisht. Disa nga sëmundjet të lidhen me një mëlçi të sëmur. Ato shfaqen për shkak të një diete jo të mirë ushqimore, konsumit të tepërt të alkoolit dhe të tjera. Një nga frutat që mund të ndihmojë kundër problemeve të mëlçisë është edhe fruti që quhet tamarind. Është e mahnitshme pasi mund të eliminojë yndyrën e mëlçisë. Ky frut është gjithashtu i dobishëm në detoksifikimin e trupit, përmirësimin tuaj të tretjes, ul kolesterolin, shëron çdo problem dhe përmirëson shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vendosni 2 grushta me frutin e tamarindër në një blender. Vendosni pak ujë brenda dhe i përzieni mirë vazhdimisht. Treteni përzierjen e përfituar dhe e pini atë gjatë gjithë ditës. Gjithashtu mund të përgatisni edhe çajin e tamarindës. Thjesht vendosni 25 gjethe tamarind të lara mirë në një tenxhere me ujë të vluar. E lini të ziejë për 20 minuta, pas kësaj mund ta ëmbëlsoni me pak mjaltë nëse dëshironi. E pini këtë 2 herë në ditë. Ju do të vini re shpejt se të gjitha problemet tuaja të mëlçisë do të zvogëlohen ndjeshëm dhe ju do të përmirësoni gjithashtu edhe shëndetin e saj. Mëlçia është një nga organet mjedisore të organizmit. Mëlçia e një të rriturit të shëndetshëm peson mbi 1 kilogram. Ky organ është thelbësor jo vetëm për tretjen dhe metabolizmin, por edhe për imunitetin dhe përthithjen ushqyese. Për ata që nuk e dinë, mëlçia është e vetmja pjesë e trupit që është organ dhe gjendër në të njëjtën kohë. Ky emërtim ja atribuohet sepse në rolin e gjendrës mëlçia sekreton shumë substanca kimike të nevojshme për pjesë të tjera të trupit. Duke qenë se funksionet e mëlçisë janë teje të veçanta, mirëmbajtja e saj është po aq thelbësore. Mbi ngarkesa e mëlçisë rrit rrezikun e mbipeshës, sëmundjet kardiovaskulare, dhimbjeve të kokës, problemeve me tretjen, alergjitë dhe të tjera. Në këtë video do të mësoni për ushqimet më të mira që pastrojnë mëlçin. Sipas Healthline, ato janë: hudhra. Sipas të dhënave, hudhra aktivizon disa enzima të mëlçisë që ndihmojnë në eliminimin e toksinave. Hudhra përmban alicin dhe selenium. Këto 2 përbërës e pastrojnë mëlçin dhe mbrojnë atë nga dëmet toksike dhe ulin kolesterolin. Ky i fundit shkakton mbingarkesë në mëlçi që ndikon negativisht në funksionet e saj. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e 2 deri në 3 thelpi hudhër çdo ditë. Qitro. Qitroja është e pasur me vitaminën C, pektin dhe antioksidant. Këta të fundit neutralizojnë radikalet e lira dhe detoksifikojnë mëlçin. Rekomandohet që njerëzit të pinë një gotë me lëng qitroje çdo ditë ose të hanë nga ky frut çdo ditë. Panxari. Panxari përmban shumë flavonoide dhe beta-karoten, të cilat stimulojnë dhe përmirësojnë funksionin e mëlçisë. Për më tepër, panxari është një pastrues natyral i gjakut. Limoni. Limoni përmban një antioksidant të veçantë që aktivizon enzimat që janë përgjegjëse për pastrimin e mëlçisë. Sipas të dhënave, vitamina C ndihmon mëlçin të prodhojë enzima për tretjen dhe përthithjen më të mirë të mineralit. Çaji i jeshil. Pirja çdo ditë e çajit jeshil ndihmon në largimin e toksinave dhe depozitave të yndyrës. Ai është i mirë në trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve të mëlçisë. Mjekët rekomandojnë pirjen e 2 deri në 3 filxhan me çaj në ditë, të ëmbëlsuar me mjaltë. Avokado. Përbërësit e avokados paksojnë dëmet të shkaktuara në mëlçi. Yndyrnat mono të pangopura të avokados ulin kolesterolin e keq dhe rrisin nivelin e kolesterolit të mirë, të cilët mëlçia arrin të përpunojë më mirë. Këshillohet të hani deri në 2 avokado në javë për disa muaj me radhë. Shafrani indis. Kjo erëz e verdhë është efikase në pastrimin e mëlçisë. Përbërësit e saj janë të shkëlqyer në rigjenerimin e qelizave të dëmtuara të mëlçisë. Molla. Një mollë në ditë është sekreti që e mban mëlçinë të shëndetshme. Molla përmban fibër dhe pektin që largon toksina dhe kolesterolin, duke penguar një mbingarkesë të mëlçisë. Mollët përmbajnë acid malik që pastrojnë gjakun nga toksina dhe qelizat e dëmshme. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm, pjesë e dietës suaj që mund të ndihmojë ndjeshëm në shëndetin e mëlçisë janë edhe arrat. Ose të gjitha arrorët e tjerë mund të përfshihen në dietën tuaj për shkak të përfitimeve të shumta ushqyese që ato ofrojnë.
Arat përmbajnë aminoacide që pastrojnë mëlçin në mënyrë efikase dhe largojnë toksinat. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e një grushti marror çdo ditë. Brokoli. Brokoli përmban fibër dhe vitaminën E, antioksidant të fuqishëm që pengojnë dëmtimin e mëlçisë dhe mbrojnë atë. Përbërësit e brokolit ndihmojnë largimin e toksinave nga trupi. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e një racioni me brokoli 3 herë në javë. Shëndeti i mëlçisë varet nga stili i jetesës. Njerëzit duhet të paksojnë sasinë e konsumuar të alkoolit, sheqerit, kafeinës dhe ushqimeve të përpunuara dhe duhanit, pasi siç dihet, ato ndikojnë negativisht në çështjet tuaja të mëlçisë. Mëlçia është organi kyç për disa nga funksionet thelbësore të organizmit. Ajo shërben si bazë çdo procesi të metabolizmit. Mëlçia filtron gjakun, prodhon enzima dhe shpërbën yndyrrat dhe çliron energji. Toksinat kthehen në një barrë të madhe për mëlçin dhe dëmtojnë ndjeshëm funksionet e saj. Problemet me funksionet e mëlçisë ngadalësojnë në procesin e rënies në peshë. Kjo ndodh sepse ngadalësimi i punës së mëlçisë e bën më të vështirë metabolizimin e yndyrnave. Mëlçia duhet të detoksifikohet rregullisht në mënyrë që funksionet e saj të jenë optimale. Referuar disa studimeve të ndryshme, rekomandohet një nga mënyrat më efikase për detoksifikimin e mëlçisë. Receta natyrale që do ju tregojmë në këtë video do të rikthejë të gjitha fuqitë natyrale të mëlçisë brenda disa ditëve. Përbërësit që ju duhen për këtë recetë janë: 1 filxhan me majdanoz të grirë, 5 kërcese linoje, 6 gota ujë dhe 3 limona. Përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Në fillim, udhëzohet t'i lani të gjithë përbërësit në ujë të bollshëm. Përdorimi i sodës për larjen e limonit, ndërsa mund të përdoret edhe për me të gjithë lëkurë. Më pas futeni përbërësit përveç ujit në një mikser. Përzieni mirë dhe më pas shtoni ujin. Përzieni bashkë me ujin derisa masa të përfitohet dhe të jetë kompakte. Për rezultate optimale, duhet të pini 2 gota nga kjo recetë përpara çdo vakti. Receta duhet të pihet për 3 ditë me radhë. Më pas bëni pushim 7 ditor dhe pastaj sërish mund ta përsërisni. Përpiquni të qëndroni larg nga metalet e rënda dhe të pini mjaftueshëm ujë që të shumëfishoni ndikimin në recetës pastruese dhe të përmirësoni përpjekjet për të rënë nga pesha. Gjithashtu në tjetën tuaj ka edhe shumë produkte ushqimore të cilat do ju ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të mëlçisë dhe mbajtjen larg të shqetësimeve të tyre. Siç është rrushi. Rrushi, veçanërisht ai me ngjyrë të kuqe ose vjollcë, përmban një sër substancash mirëbërëse, siç janë rezervatroli që ka larmi të vlerave për shëndetin e njerëzit. Shumë studime kanë treguar se rrushi dhe lëngu i tij ndihmojnë me shëndetin e mëlçisë. Lëngu i panxharit. Sipas të dhënave, lëngu i panxharit është një burim nitrati dhe antioksidantës që mund të përmirësojë shëndetin kardiovaskular dhe të paksojë dëmet oksiduese dhe inflamacionin. Një tjetër produkt mjaft i rëndësishëm për dietën tuaj janë edhe perimet. Sipas të dhënave të Bright Side, perimet si lakrat e vogla, brokoli, barishtet janë të njohura me përmbajtjen e lartë të fibrës dhe shijen karakteristike. Ato kanë substanca bimore mjaft të rëndësishme. Ekstraktet e lakrës së vogël dhe brokolit rrisin nivelin e enzimave detoksifikuese dhe mbrojnë mëlçinën nga dëmtimet. Peshku. Peshqit janë me nivele të larta të yndyrnave të mira për mëlçinë. Studimet kanë treguar se ato ndihmojnë në parandalimin e akumulimit të yndyrnave të dëmshme, ruajnë nivelin e enzimave, luftojnë inflamacionin dhe përmirësojnë rezistencën e insulinës. Vaji i ullirit konsiderohet shumë i shëndetshëm, sepse ka shumë vlera dhe ndikon në shëndetin e zemrës dhe në metabolizmin tuaj. Gjithashtu është i pasur me element ushqyes që ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Është e rëndësishme që her pas here ta përdorni atë si duhet. Hithrat përdoren shpesh në çajra për të mbështetur shëndetin e mëlçisë dhe ndihmojnë në pastrimin e organizmit. Hithrat përmbajnë hekur, vitaminën C dhe enzima që ndihmojnë në rritjen e ruazave të kuqe të gjakut. Shparagu, avokado dhe majdanozi gjithashtu duhet të jenë pjesë e listave tuaja të shëndetshme për mëlçinë e shëndetshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.